tona, përveç se është unë nga ana ime super shumë e sinqertë edhe shumë shoqërore dhe pas një dëshirë për ta kanalizuar në gjëra të tjera, as për lojë, as për klikime, as për famë, as për asnjë gjë të këtij lloji. Mendoj që është edhe një farë ortakërie, jo aleance, në lojë. Po, ortakërie. Shumë bukur është. Ortakërie, sepse nuk është, e di pse s'është aleancë, se nëse do kishte qenë aleancë, unë duhet t'i kisha dalë kundra Mateos që nga dita 1. Duhet t'i kisha dalë kundra Kristit që nga dita 1. Duhet mos isha marrë me Lornën. Kupton? Ndërkohë që unë kam pasur diskutimet e mia, unë jam shpresë të më ul tani dhe më thon mendimin tim për Lornën. Por ama ti të thosh mua mos ju gjuj Lornës, do të bëj të kundërtën sepse është gut feeling që po flisja. E kuptoj. Dhe unë kur e ndjej që mua ky personi po më dëmton ose po mundohet të më uli, unë e di vetë se sillem, nuk marr mend as nga miri, as nga parimet e mirit, as si e ka qasjen miri. Për shembull, unë me Angelon kam shumë respekt, po unë dje e thash që unë Angelon në këtë mënyrë, se si po lu nuk ka nevojë dot. Po më duket si një biftek që po piqet nga të gjitha anët dhe po bëhet i pangrënshëm.